Prej më shumë se 2 dekadash, Robert Xhelili ka qëndruar besnik një zanati të vështirë, por jetik. Saldimi për të nuk është thjesht një punë, por një art që kërkon përkushtim dhe durim. Fillimet e tij ka në uzinën metalike, aty ku mësoi bazat e profesionit. Me kalimin e viteve, eksperjenca u kthye në mjeshtëri, ndërsa puna në përditshmëri. Sot, edhe pse në moshën 68 vjeçare ai vazhdon të jetë aktiv, çdo ditë merr mjetet e punës, i vendos në automjetin e tij dhe u shërben banorëve në zonat të Gjirokastrës, aty ku ka nevojë për të tillë punë. Punoj ku del në një punë e vogël, në përfshatra, fillojmë që nga Lungëria, harim deri në Zagorje. Ka shumë interes, por nuk ka zanaqin, nuk ka akoma brezëri, mungon shumë. Nuk është brezëri, që na zëvësoj neve. Unë jam 65-68 vjeç. Unë kam punuar në uzinën e bujqësore, dhe tani merrem me ku del në një punë, ku ka nevojë komuniteti. Po bëj 25 vjet që bëj këto punrat e zellatorit, e llamaristit, e këtyre punëve me hekur. Do lloj pune ka vështirësitë e saj. Edhe kjo ka vështirësinë e saj. Si shumë profesione të zanatit, edhe Saldimi po përballet me mungesë interesi nga brezat e rinj, duke rrezikuar vazhdimsinë e tij, thekson Xhelili. Kur bëhet një punë më e madhe, një portë, shumë tavolina, duhet kesh një ndihmës, duhet kesh një djalë, duhet kesh janë ca gjëra që nuk mund t'i bësh dot vetëm. Po një problem i madh është sepse nuk ka të rinj që të vinë të punojnë, kupton? Dhe nuk është shumë e thjeshtë, dhe njerëzit nuk kanë që të punosh ditë për ditë. Nuk ka kosto, është një kosto për qytetarin ose për fshatarin. Kjo punë është shumë e vlefshme dhe nuk gjen sot, nuk gjen njerëz. Unë vinë në Zagoria, më mori apo safat qytetari këtu, dhe për t'i bërë një punë të vogël që është shumë minimale. Më shumë i vete kostua që më mori, se sa puna që i bëj. Megjithatë, për Robert Xhelilin, puna mbetet pjesë e pandashme e jetës, një përditshmëri që nuk është si barr, por si burim kënaqësie dhe përmbushje personale.